më 3 nëntor të vitit 1793. Dramaturgja franceze, gazetare dhe veprimtare të drejtave të grave, Olympe de Gouges, ekzekutohet në giotin. Ajo e filloi karrierën si dramaturge në fillim të viteve 1780 dhe u bë një mbrojtëse e zëshme për të përmirësuar gjendjen e skleverëve në kolonitë franceze. Në të njëjtën kohë, Olympe de Gouges filloi të shkruante pamflete politike. Në vitin 1791, ajo hartoi Deklaratën e të drejtave të grave dhe sfidoi pabarazin midis burrit dhe gruas në një vend ku parulla e ditës ishte liri, barazi, vëllazëri, pa përmendur femrën. Olympe de Gouges u ekzekutua në giotin gjatë mbretërimit të terrorit për shkak të shkrimeve që kritikonin qeverinë revolucionare dhe për lidhjet e saj me Gironidën, franksion kundër terrorit. Më 3 nëntor të vitit 1913, Shtetet e Bashkuara vendosin një taks mbi të ardhurat. Në botë, për herë të parë, një taks mbi të ardhurat u miratua në vitin 1799 në Britaninë e Madhe, për të paguar dhe furnizuar trupat britanike të cilët luftonin kundër forcave franceze të udhëhequra nga Napoleoni. Në luftën e vitit 1812, për herë të parë, Shtetet e Bashkuara konsideruan miratimin e një takse mbi të ardhurat, por lufta amerikano-britanike përfundoi dhe çështja u lapezull. Megjithatë, gjatë luftës civile amerikane u vendos një taks mbi të ardhurat, por vetëm si masë e përkohshme për të mbuluar shpenzimet e luftës. Taksa u shfuqizua në vitin 1872. Nga vitin 1890, qeveria amerikane shpresonte të gjente një mënyrë për të shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme barën e taksave federale, derisa mbërriti në miratimin e ligjit të taksave mbi të ardhurat në vitin 1913. Nëntori i vitit 1872 shënjoi një ngjarje të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ashtu quajtura veprimtare për të drejtën e votimit, Susan Anthony, u përpoq të votonte në zgjedhjet presidenciale më 3 nëntor të vitit 1872, por u arrestua për shkak të kësaj orvatjeje. Ajo kishte provokuar me qëllim arrestimin e saj në New York për të fituar publicitet për kauzën e të drejtave të grave për të votuar. Ajo u nxor para gjyqit, u shpall fajtore dhe u gjobit me $100 se ishte përpjekur të votonte. Pas kërcënimit të saj për të mos e njohur vendimin e gjyqit dhe për të mos paguar gjobën, gjykatësi u shpreh se ajo mund të falej, po që se do të largohej menjëherë nga shteti New Yorkut. Susan Anthony ishte një veprimtare e fuqishme për të drejtën e grave për të votuar. Ajo nuk mori parasysh fyerjet dhe e vazhdueshme personale gjatë fushatës së saj gati gjysmë shekullore për të drejtën e grave për të votuar. Ajo vazhdoi punën e saj për të drejtat e grave deri kur mbylli syt në vitin 1906 në moshën 86 vjeçare. Më 3 nëntor të vitit 1964, për herë të parë, banorët e distriktit të Kolumbis, kryeqytetit amerikan, u lejuan të votojnë në zgjedhjet presidenciale. Ratifikimi i amandamentit 23 të Kushtetutës në vitin 1961 u dha qytetarëve të Washingtonit të drejtën për të votuar për president dhe zëvendës president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por jo për antarët e Kongresit. Më 3 nëntor të vitit 1954, shfaqet seria e parë e filmave Godzilla, e cila u paraqit në Japoni. Godzilla daton që në vitin 1954, si mbret i përbindshave, i pari i një serie përbindshash të bëra nga studio Toho Tokyo. Në atë kohë,
Ai ishte një kostum 90 kg që e la aktorin brenda pa frymë dhe në djers, në efekte speciale të mbështetura në telat e pianos dhe fishek zjarre. Nga momenti që Godzilla doli nga deti dhe filloi duke notuar për në Japoni, ishte e qartë se ai ishte një produkt i testeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me bomba hidrogjeni në Bikini Atoll në paqësorin e Jugut në vitet 1950. Një krijesë e lindur në epokën bërthamore u bë një simbol i një Japonie pacifiste dhe të merreve të bombardimeve atomike të Hiroshimes dhe Nagasakit, që i dha fund luftës së dytë botërore. Në vitin 1990, pikërisht në 3 nëntor, Gjermania lindore dhe Gjermania perëndimore u bashkuan më pak se një vit pas rënjes së Murit të Berlinit. Në fakt, në mbrëmjen e 9 nëntorit të vitit 1989, Muri i Berlinit, prej 155 kilometrash rreth enklavës demokratike perëndimore u hap. Kufiri mes Gjermanisë lindore dhe asaj perëndimore humbi kuptimin ashtu si dhe shteti socialist i Gjermanisë. 11 muaj pas rënjes së Murit të Berlinit, Gjermania u ribashkua. Por me 28 nëntor të vitit 1989, Helmut Kohl u shpreh në Bundestag për bashkimin e dy Gjermanive për gjermano-lindoret. Bashkimi ishte bërë fakt i kryer. Të tjerat ishin formalitete brenda Partisë Komuniste dhe qeverisë, ku vazhdonin ndërheqjet. Partia Komuniste u kthye në Partinë e Socializmit Demokrat. Në mars të vitit 1990 u bën zgjedhjet e përgjithshme, ku fitoi bloku i partive që ishin për bashkimin. Në udhëheqjen e kryeministrit të atëhershëm, në mënyrë më demokratike, u çmontua aparati i vjetër dhe më 3 nëntor të vitit 1990, Gjermania pushoi së ekzistuari si shtet më vete, por u bë një, u bashkua. Më 3 nëntor të vitit 1945 është data e lindjes së njërit prej futbollistëve më të mirë gjerman. Pikërisht në 3 nëntor lindi Gerd Müller, futbollisti i njohur gjerman. Në vitin 1970, Müller u zgjodh futbollisti evropian i vitit, pas një sezoni të suksesshëm me Bayernin e Munichut dhe shënimin e 10 golave në kampionatin botëror të vitit 1970. Gjatë kampionatit gjerman atë vit, Müller shënoi 68 gola në 62 ndeshje. Në vitin 1972, Müller e mbylli vitin kalendarik të futbollit në Gjermani me 85 gola në 62 ndeshje, një rekord që u tejkalua vetëm pas 40 vjetësh, në vitin 2012, nga argjentinasi Lionel Messi.